Radio. Albania Radio. Jo, po një gjë mund ta themi që ti dukesh i arritur me një frym tjetër televizioni. Po, mund të them që dëgjoj, është turp për ta thënë, por unë nuk, domethënë gjatë fazës time të rritjes, jam rritur me Cartoon Network, jam rrit me një televizion amerikan, anglez, me këto gjëra të ndryshe. Nuk kam ndjek as televizion shumë shqiptar, as Kosovës, as italian, s'kam pas pikën e lidhjes. Si një pjesë e madhe shqiptare, që ne shumë kemi pas shumë italian. Po, kur erdha në Shqipëri të punoja, unë s'kisha pikën e lidhjes si funksionon televizioni në Shqipëri. Po. As lidhjen më të vogël, po. Dhe thjesht unë erdha si një kështu blogere, fashion blogger, se isha fillova blogun në Kosovë, dhe erdha si një fashion blogger me një rubrikë të vogël të diella për fashion. Dhe nuk erdha si prezantuese ose që unë me synimin të futesha dhe të bëja nami në televizion. Unë thjesht erdha të bëja një gjë të lezetshme. Se s'të kanë parë gocat si konkurrente. Se ta dinin që je konkurrente. Ke ardhur me idenë që të zësh vendin. Do ishte bërë nami, më kishte me karkalecat. Për zotin nga gjithë kjo. Përballur me sa shunja. Se kam përjetuar kur këtë agresivitetin e vajzave në televizion. Dhe sot mund të them që kam qenë me fat se kur s'kam pas kështu bif me vajza, përkundrazi gjithë gocat e topit jam shumë chill me to, i kam shumë mikesha. Të ndihmon dhe fakti që ndoshta nuk shoqërohesh shumë me ton për ditëshmëri. Mund të jetë, se un kam një jetë shumë private, sepse përgjithsisht ndodh që shoqërimi me njerëz të njëjtit profesion i tepërt krijon gjithmonë përfundon keq. Megjithatë dëgjoj, un me Fjoralbën për shembull, Ponarin, e kam shoqë shumë të ngushtë, kemi të njëjtin profesion. Kur ishte në Portokalli. Edhe Angelin, të treja kemi qenë në të njëjtin profesion, por një gjë që kam vlerësuar gjithmonë te shoqëria jonë është që kur nuk kemi pas kështu bif sa i përket profesionit. Never, ka qenë gjëja e fundit që kemi folur. Pra ka qenë shoqëri e pastër. Me vërtetë, edhe Fiorit për shembull, unë i kam thënë, sepse unë isha e ardhur në thonjza dhe gjithmonë për shembull ja kam dhënë vlerën Fiorit, se Fiori ishte the best për mendimin tim nga grupi jonë shoqëror modern, dhe gjithmonë i kam thënë ti you're the one, më kupton, për këtë gjë. Unë gjithmonë për shembull jam mundu m'ia nxjerr ato më të mirat e gjithë secilës. Engjit për shembull i kam thënë ti për debate, për gjëra je flak, kështu që jepi drejtim. Me që jemi tek profesioni, është e veçantë dhe normalisht është diçka që bie në sy gjithmonë kur në profesion, përgjithsisht punon bashkë me partnerin. Edhe ka ndodhur në shumë raste, e kemi parë, por në pak raste ka qenë i suksesshëm. Për faktin sepse nuk është gjithmonë kollaj të punosh me partnerin në një profesion të tillë. Dhe në një format të tillë si ky që është drejt për drejt me femra, me goca. Me goca. Kështu që si është raporti? Si a del ti Jo, kjo është pyetje shumë klishe, si a del gjë nuk dua ta bëj fare. Si është raporti, domethënë si është të punosh me bashortin dhe a ka qenë mbështetje më shumë apo ka qenë hera herës dhe pengesë? Pengesë nuk do e quaja kur Gracianon, sepse Graciano e njeh televizionin shumë më mirë se sa unë, se ka qenë fëmijëri që e njeh ekranin e tjerë. Plus që Graciano është shumë kreativ në të njëjtën kohë, dhe patjetër që ne jemi një çift që zihemi goxha, mos mendoni që kemi fush me lule. Jo, zihemi goxha. Çiftet që zihen janë shëndetshëm, ata që nuk zihen si fush me lule, aty është një homë shumë e madhe. Dje jemi zënë për një gjë të programit, se Graciano është goxha kritikues, edhe un acarohem direkt kur më kritikon, më jep një zgjidhje, çfarë të bëj? Edhe ishim kështu. Jo, në fakt ti ke shumë drejt, se kur e bën kritikën thuaj edhe çfarë mendon ti që mund ta përversoj. Unë kam problem kur dikush më jep kritikën dhe rri. Po ti më thuaj çfarë zgjidhje, më kupton? Për këtë ishte debati. Edhe ke të drejtë për këtë. Faleminderit. E di që kam drejtë. S'është vërtet, ka drejt Graciano. Domethënë, kritikon, po jepi pra një zgjidhje, jo thjesht. Kritika nuk është do të thotë që ka një alternativë tjetër. Mund të jetë diçka që e bëre gabim ose se bëre. Po, mos ta bësh më. Pra nuk është se mira, jo e ka në kritikën që më jep një gjë, sepse ai mund t'i thotë që mos e bëj më kështu, po si pra ta bëj. Ja ka dhënë për kohësh. Po mos t'ia japi vetëm kështu vende, t'ia japi all-in. Ta japi ta. Jo, ideja është që Gracianon e kam kështu kur e shoh në sken, po e kam buson, se kur e shoh në sken më jep një lloj vetbesimi, më jep një lloj qetësie, se për shembull thjesht e shoh me sy që is everything okay?
Dhe kjo është gjëja më e mirë. Po, kur më thot okay, jam shumë qetë. Mund të vazhdoj të bëj batuta në sken, më kupton, it's fine. Momentin që më jep shumë, realisht. Edhe për shembull ka pas raste që kam parë që diçka situata në backstage nuk ka qenë në rregull dhe shpesh për shembull Graciano më ka thonë Gjir, it's okay. Qetëso vazhdo ti me gjërat e tua, direkt dhe nuk e vras mendjen sepse e di që kur kam Graciano në backstage më rahaton gjërat, më kupton, një heq se realisht është shumë i kujdesshëm që unë të kem atë performancën perfeksion. E bën shumë për mua dhe e di që se vras mendjen. Graciano mero. Graciano ka ndonjë kushurinë se motër vlla kështu vlla e di që s'ka. Në kushuri ka? I ka ca kushuri. Bie rahat edhe unë kur jam në emision. I ka ca kushurinë dhe ka njërin shumë të mirë. Do intereson. Është edhe muskuloz. Fiks për ty, se ti bën palestër. Po. Do flasim bashkë për proteinat. Tani Gjira. Për karbohidratet. Duke shiko, ti ke qenë prezent kur Graciano fut Big Brother për disa herë. Si ka qenë për ty ajo eksperiencë dhe qenë me keqja botë, janë të fillu drama. Drama. Tash nëse të vjen inversi, pra një propozim nga produksioni për të futur ti. Dhe me si vin që ke në background. Ua filloj aks. Kujdes. Mendoj. Do pranosh propozimin e vllajt madh për të futur në Big Brother VIP5. Ua, disa më intrigon si gjë kështu. Qetëso, merre me qetësi, na? Okej. Mbaj pak pauzë. pauzë. Qëndro. Jo? What do you think? Si të pas crash me ndi. Imagjino, po mendohet tani live, limu kur ta pyesin konkretisht. Më dëgjo. Tani ma hiqni këtë muzikë. O valla, kjo muzika vërtet jep ndjesin që do nominohesh. Po zoti, se çfarë të bën kjo muzika? Ka një efekt të mërshëm. Për zotin, ja, kjo ka tani ja, vazhdo tani. Tani jemi chill. Okej, dalim në një mood tjetër. Marim frymë thellë. Ju rikthye prap. Atëherë Gjira, më lejo t'ju pyes një herë. A do e pranoni propozimin e vllajt të madh për të marrë pjesë në Big Brother 5? Mos u nxito. Tum tum. Ke 10 sekonda kohë. Unë do pranoj ftesën e vllajt madh si autore. Ke ishte një shuplak shumë e fortë. Askush nuk kishte. Sa diçka që nëse presim dot. Wow. Shiko. She's on top është për të komplimentuar sepse çka ka ndodhur këtë herë. Se pastaj do dalë ke Big Brother. Ajo që keni bërë me She's on Topin ka qenë një gjë shumë e bukur sepse për herë të parë me sa kam parë unë paktën, jo se jam unë tani, historitë personale po vinë dhe po ngjajnë shumë bukur dhe po japin mesazhe. Edhe pastaj She's on Top është bërë më në fund me fan club. Që do të thotë është një gjë shumë e madhe për emisionin. Edhe kjo është gjë shumë e bukur. Jeni për 6 vjet normale. Pas ka marrë me këmbë të mbar. Ke ardhur me këmbë të mbar me ndryshime. Dhe tani historitë faktikisht janë bërë që në të pyes tani, meqense the, nëse Sara një ditë do lodhej nga Big Brother dhe do zgjidhte për t'ia lënë autorsinë dikujt tjetër. Nëse do ta merrje ti autorsinë, unë nuk do bëja ndryshe. Unë nuk shkova deri te Sara, Është unë thash të shkoj producente ekzekutive, autore, Sara është producente. Unë dhe pastaj janë autorët e tjerë. Autorët e tjerë që janë, po. Nuk shkova deri te Sara, mos na fut. Qëndrojmë tek autorët janë më shumë mentore, sepse thjesht kanë emrin autorë, po janë më shumë mentorë. Thjesht më ngacmoja sepse unë vdes për Bigun si format në përgjithësi dhe në fakt ti mund të ishe shumë e mirë si autore për scout, për gjetur personazhe. Këtë thoja, prandaj e thash, sepse më pëlqen shumë e gjithë procedura e Bigut, edhe pse kolegët e mi më kanë treguar që është shumë e lodhshme, megjithatë më pëlqen puna backstage-it goxhasi shumë. Sepse shumica e synojnë kamerën para kamerave. Unë kënaqësinë shumë të madhe e kam backstage-in. E kam shumë qef, e kam shumë pasion. Me që jemi këtu. Prandaj thash më përpara do zgjidhja të punoja në produksion se sa të isha tani Gjira vetëm për ty, duke qenë se ti mund të ishe një autore ideale për një format të tillë. Kush mund të ishin 5 emra, personazhesh të cilët nuk kanë qenë akoma, por në intuitën tënde mund të jenë personazhe që mund të jenë perfekt për edicionin e ardhshëm të Big Brother.
Mund të se tani kjo është pyetje pa përgatitur, me thënë drejtën, po të erdhën 5, 4, 3 sa të mundesh ti. Që mund të jetë drejtë. Edhe ndoshta nga konkurrentët tani në Shizon Top. Kam disa goca që mund t'i shoh. Yes. Kam disa goca që në Shizon Top që mund t'i shihja si pjesë të formatit të Shizon Topit dhe shoh që ato e kanë me qef. A mund t'i përmendim? Po një ndër to mund të ishte Medea. Medea është shumë interesant si personazh. Është interesant, është edhe kështu gritse, mendoj që mund të ishte personazh interesant për Bigun. Mund ta mbaj lojën e Bigut. Po, e vërtetë. Patjetër. Kush mund të ishte tjetër? Edhe Meri për shembull më duket që mund të ishte një grifsh e vogël Meri. Mund të ishte një pipirickë. Kur erdhi Meri. Mos të përsërisim. Është tjetër Meri. Jo, kjo është tjetër Meri. Meri Shizon Topit. Nuk e di, ka shumë personazhe që nuk janë futur. E di ku do doja të shifja, ta them tamam, po nuk e di sa do kishte kohë Yll Limanin. Ylli Limani. Ylli Limani mendoj se shumë pak njerëz e njohin Yllin për personin që është dhe për tipin më cool dhe më interesant që e ka. Mendon se njerëzit do shkënjehen apo do ta adhurojnë? Unë mendoj që njerëzit do ta adhuronin. Domethënë, Ylli di të jetë pak edhe arrogant, mendoj që arrogant. Jo arrogant në kuptimin e keq, por di të jetë ironik edhe spicy. Di të jetë njerëzit faktikisht nuk e njohin fare, ajo është shumë i tërhequr. Dhe mendoj që Ylli për shembull po të ishte në Big Brother, do bënte për gjysmë audiencën. Do kishte nga ata që do thonin do ta donin pafund dhe ata që do ta. Yes, po mendoj që do bënte shumë zhurmë dhe mendoj që do ishte kështu flak fare. Edhe do na kënaqte duke kënduar. Por që Ylli dhe ka pasion formatin, kështu që e ka shumë e shef e ndjek me shumë pasion formatin, kështu që prandaj them që mund të ishte një aset shumë interesant. Po e mbajmë këtë. Po e mbajmë shënim. Po shkruajmë emrin për momentin. Gjira, u mërzitë që ne kemi pas gjithë të herë që kemi ndërprer. Sepse kanë ardhur ato. Visianit. Kanë ardhur, edhe ato vinë. Dhe ne nuk i lëm dot pa ardhur. Duhet t'u hapim derën. Vini hapim vetëm për pak. Jemi rikthyer dashur miq dhe ka kaluar pothuajse 2 orë dhe tani jemi në rubrikën na plasi VIP. Jemi me Argjirën, e cila mund ta themi me plot gojë është një ndër personazhet e cila me emisionin e saj ka prodhuar shumë personazhe VIP të cilët kanë dalur nga emisioni Shizon Top ku ajo kanë plasur shumë vibe. Dhe për t'ju bërë juve të ditur, Gjira do na thotë sot disa nga emrat të cilët janë personazhe të njohur në botën e showbizit, të cilët kanë dalur nga Shizon Top. Okej, do e fillojmë nga nishi. Ta fillojmë nga nishi. Duke filluar nga Hilda Kërtalli, që ishte fituese e Shizon Top Ni, e cila tani për momentin prezanton Shot Clubin dhe gjithashtu Hilda ka pas shumë sukses në YouTube, ka qenë dhe gjithashtu në festivale për rinin, content creator interesante. Ka qenë imazhi shumë brendeve prestigjioze për rinin. Ka ecur goxha. Është shumë aktive ajo. Yes, është goxha aktive. Eriola Doçi që ka qenë në Big Brother, ka qenë Shizon Top. Atalanta Korçyku që ka qenë te Dance, ka qenë pjesë e Shizon Top. Na habite. Shiko se Eriolën unë më mend ke format tjetër në Top, e kupton, ka qenë format me pishina që rrinë aty, kepi tundime. Yes. Ka qenë më mrapa. Në fillim fare Eriola tamam në Top Channel ka ardhur nga Shizon Top. Pastaj është një rrezikshme ti. Gjeneta Santiana also që ka qenë në Kosovë, ka qenë pjesë e Shizon Top. Ka dalë nga Shizon Top. Dhe mendoj se ky sezon ku jemi tani, Shizon Top do prodhoj shumë personazhe, sepse më thon drejtën unë ka elemente aty. Jam në kemi dhe Desi Doçen, kuratorin image director të Topit. Nuk ka dal nga Shizon Top Desi. Ka dal nga Hizon Top Desi. Se ka qenë me që përmendë Desi këtë çami. Si ka mundësi që ne herë shoh me Nevinën, një herë shoh me Kiarën, me gjitha me Gjirën. Një herë edhe ç'a bënë? Kujdeset shumë për gocat. Kujdeset shumë për gocat. Ai se dashurinë e parë mua më ka. Perfekt. E konfirmon.
E konfirmon nga radio. Ngacmoj. Erdhi mesazh. O Gjira, çfarë është diçka që të ka ngel peng në jetë që do doje ta provoje por asnjëherë s'pate mundësi? Mua dhe Sofin. Ja, do përgjigje. Që do doja ta kisha dhe që diçka në jetë që do doje ta provoje, ndoshta profesion, pasion, të cilën akoma nuk e ke realizuar dot. Unë gjithë jetën kam qenë shumë e apasionuar pas yjeve dhe galaksisë dhe gjërave, dhe kam pas ëndër të jem astronaute dhe gjithë jetën kam pas qef të shkoj në NASA, ta vizitoj minimalisht, kështu që pengu im i madhër që akoma s'kam arrit ta vizitoj atë ëndrrën time që në fëmijëri. Mbaro shizon topin dhe vazhdo me këtë. Po, do bëhem astronaute, imagjine nga prezantimi. Në fakt unë duhet të bëj një pyetje pak më me qenë se jemi femra, pastaj prezantojmë. Disi janë po, ti vetëm dëgjoj. Okej. A kemi në plan ndonjë bebe? Shive, jam në një fazë që thjesht e kam lënë në dorë të Zotit. Jo, realisht thjesht mendoj që tani kur Zoti nuk ta sjell, po nuk punuat ju. Ju çfarë po bëni për të? Dëgjoj, të them që kemi filluar punën duket sikur është keni filluar. Jo, s'po them që kemi filluar. Jemi thjesht po ato vazhdimisht punojnë në këtë sektor, nuk është është risi. Nuk punojnë siç duhen. Ka një metodë si duhet. Okej. Dëgjoj, kemi dëgjuar shumë llafe që janë ca metoda, po ne thjesht po e shijojmë. Po vazhdojmë punën. Tani Gjira do ta ndërpresim sepse s'kemi më kohë dhe dy gocat që i kenë në krahun të majt janë Erma dhe Sofi, ato kanë emisionin pas nesh. Kështu që janë komshiet tona. Doni që të rritet e ju? Se po Është gjë bukur. Me vajza çfarë bët? Ç'bëm ne? Gatuam sot, kemi bamje për drek. Bamje edhe sot. Po pse je kështu ti, si e mërzitur, si e irrituar? E mërzitur? E ke bërë bamjet me inat. E di pse është e mërzitur ajo. Se s'kam ngrënë bamje, Se ka ardhur që ndrek këtu. Po. O Sofi, ha më të keqen halla. Mirë. Sofi delikate. Sofia është e lezetshme. Më duket gjithkohë sikur është ecën mbi lule. Është delikate. Profesione në Sofi është nga ato matrioshkat që hapen. Ma ka të shpesh. Kurse ti çfarë ishe? Unë isha tashi o turke o latine, nuk e, domethënë ishte një turke që ka lind në Brazil, domethënë sipas interesante, kombinimi i lezetshëm. Gjira. Të falenderojmë shumë që ishe me ne. Faleminderit juve. Ishte një intervistë shumë e bukur. Edhe kënaqësi që punojmë bashkë.